Të dashurit e mi, asnjëherë nuk ka qenë, nuk është dhe nuk do t'jetë dalja ime para jush privilegj. Gjithmonë ka qenë, është dhe do të mbetet përgjithësi. Hazreti Omeri gjithmonë e thoi keni fjalë kur hypke në mimber. Gjithmonë kur kam pas punë me njerëz të mençur, gjithmonë kam fitu. E gjithmonë kur kam pas punë me njerëz të nivelit të dytë, gjithmonë kam humbur. Andaj kur të shoh para vetës prind të mirë, familjar, njerëz plot njerëzillak, profesor, student, punëtor, artist dhe njerëz të profileve të ndryshme, mu bëhet më e lehtë dalja ime para jush. Të dashurit e mi, kemi fillu që disa kohë duke fol për etikën e fjalës, për peshën e fjalës, për rëndësinë e saj, duke pa edhe nevojën e shoqërisë, e sidomos në këto muaj të fundit ku gjuha e ashpër është shpeshtu dhe kjo gjuhë është bërë vrastare, kjo gjuhë po të lëndan, kjo gjuhë po shkatërron njerëz, individ, familje, shoqëri, kjo gjuhë që po të aprish ardhmërinë dhe çuditërisht nga një pjesë e tyre përballomi dhe thojnë ma ban halal o hoxh. Si është e mundur unë më ta bë halal apo ai tjetri më ta bë halal kur ti ke shkatërru individin, familjen, shoqërinë, ke lanë gjuhën do thot shumë të mëdhaja te ai. Andaj më lejani që edhe sot i tham një 2-3 fjalë, fjala ndër dhuratat më të mira që Allahu Dhul Xhelal i ka dhënë njeriu, që është mjet komunikimi, por është një armë e fuqishme që mund të ndërtoj, sikur që është një mjet dhe një mundësi që mund edhe të shkatërroj. Në Islam, fjala nuk shifët si diçka e lehtë, por shifët si një amanet shumë i rëndë për të cilin njeriu do t'jap llogari para të Madhit Allah. Gjuha është pasqyrë e zemrës. Nëse zemra është e mirë, edhe fjalët janë të mira. Nëse zemra është e sëmur, edhe fjalët kanë me dalë të helmuara. Një pjesë e njerëzve thonë, unë vetëm fjalor, fjalë jam kështu, në zemër jam ndryshe. Vallai na skaner më ta lexu zemrën nuk kemi. Na jemi duket ndëgju. Mirë, po duhet ta dim se zemra është generali i tërë gjymtyreve tona. Pa thonë zemra, kur nuk hapët gjuha apo goja. Të dashurit e mi, plaga apo varra e fjalës është më e rëndë se sa varra e thikës, thot Imam Gazali. Një shoqëri mund të ndërtohet me fjalë të drejta, mirë po thot edhe mund të shkatërrohet me fjalë të padrejta. Fjala ka peshë të madhe në Islam. Aja është një mjet që mund të shpije në xhennet, ose mund të shpije në xhehenem, naudhu billah. Për këtë arsye besimtari duhet ta ruaj gjuhën, të thot gjithmonë të vërtetën dhe të përdor fjalë që ndërtojnë, jo fjalë që shkatërrojnë. Profeti thojke, sallallahu alaihi wasallam, thuaje të mirën ose hesht. Sa kishmi me qenë të qetë, të pastresum, të pangarkum, si kur një pjesë e njerëzve të heshtin. Mesazhi më i madh i tyre është të heshtin, mos të flasin. Mesazhi më i madh. Për këtë profeti Muhammed alayhi salatu wasalam thëjke, kush beson Allahun dhe ditën e fundit, ose le të fol fjalë të mira, ose le të hesht. Njeriu mund të shpohet nga gjuha më shumë se sa mund të shpohet nga tehu i shpatës, thëjke profeti Muhammed alayhi salatu wasalam. Njeriu flet një fjalë,
që e kënaq Allahun Dhul Gjelal, e ndoshta e ka folën pa e analizu, mirë po ja ka qëllu, Allahu Dhul Gjelal e ngrit. E dikush është shumë i pavëmendshëm, e thot një fjalë shumë të rëndë që e shkatron individin, shoqërien. Për këtë thej ke profeti Muhammed, ma let, shumë ma let, është me marrë një mjet e me i shku qabës guri për guri me prish, se sa me shkatru një individ, një familje apo një shoqëri. E dashurit e me, kujdes, se me shkatru qabën është gjëna i madh, mirë po qenë ka edhe më i madh me shkatru një individ e ti duke mos dit asgjë, po edhe nëse din ka kushte se si duhet me shprej, kur duhet me shprej, janë organet gjëqëse, ata që mirë me atë problematik, jo une edhe ti. Për këtë dashurit e mi, fjala mirë është sadaka. Thot Allahu Dhul Gjelal në kaptinën Al-Baqara, në ajetin me numër 263, qaulun ma'ruf, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha. Ja Rab, fjala e mirë dhe falja janë më të mira te Allahu Dhul Gjelal se sa sadakaja që pasohet me fyrje, me nënçmime, me shantazhime, me përbuzje. Dikush ta mush xhepin me pare, po na nuk jemi të rahat shumë nga gjuha e tij. Ai tjetri lavdrohet se prami kam fal 100 recate na file namaz, po unë edhe këtë tjetri i kemi marrë 100.000 zeza nga gjuha jote ditën. Pse lavdrohesh për rekatët e tua? A duhet të ndryshojnë personalitetin tënd rekatët e tua? Nga gjuha besimtarit dhe nga dora besimtarit janë të sigurt që të gjithë, jo vetëm njerëzit, jo vetëm muslimanët, po muslimanë edhe jo muslimanë, edhe kafshët, edhe shpenzët, edhe insektet janë të sigurta nga dora dhe gjuha e muslimanit. Ah, muslimani mirë, kontributin më të madh ja jep njerëzimit sa ka nevojë njerëzimi, musliman edhe jo musliman, për një besimtar të drejtë dhe të mirë. Dashurit e me, merrni me mua këto 2-3 shembuj. Një beduin hyri në xhamin e Muhamedit alayhis salatu wassalam dhe bëri një veprim të pa kontrolluar, pa edukat. Unë ngretën shokët, mja hi kokën, urinoj në xhami. E profeti Muhammed, unë ngret, ndaluni, shkoj, ja vendosi dorën në gjaks, dhe i foli për çka shërben ky vend, për këtë që veprove kemi jashtë, edhe ngriti moralin e tij. E ajo habet u ngrit në kam dhe tha, Allahu e mëshirov dhe e folt veç Muhammedin, ju e tjerë asnjë. Ata pse? Po ju ketu myt. Kjo mbindi, edukata, kultura, mirësjellja, fjala e mirë, janë ndryshon jetën për sëmbari edhe një kriminalit më të madh. E mos flasmi për një gabimtar. Ah, sa kemi nevojë për këtë gjuhë të ëmbël të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Imam Shafiu thejke, fjala e but fiton dashurinë, fjala e vrasht fiton vrashtësinë. Një profesor i imi na thejke, kush e ka marrë edukatën me dhunë, diturinë me dhunë ka me shprej, me dhunë ka me shpërnda. Ashtu si çmirret, ashtu edhe jipët. Për këtë imam Shafiu thejke, mendimi im është i vërtet, ka mundësi më konë edhe gabim. Mendimi yt është gabim, po ka mundësi më konë edhe i vërtet. E jani, të punojmë aty ku dakordohemi, e ta falmi njëri tjetrin aty kur nuk dakordohemi. E aty ku dakordohemi, kemi shumë pikat përbashkëta.
Aty ku nuk dakordohemi, janë pika të cekta dhe shumë të pakta. Dhe një dietar tjetër thejke, fjalët e ëmbla janë qelca për zemrat e njerëzve. Fjalët e vrashta i mbyllin zemrat e njerëzve. Andaj, sidomos me popullin ton, mos t'ja fillon dikush me vrashtësi. Absolutisht, mënesh me fitu dikun tjetër, me popullin ton me të fort, nuk ta qetë burr. Duhemi me kultur, me edukat, me mençuri dhe me vizion. Lukman Hakimi i tha një ditë shërptorit të vet, ma preje një dele dhe ma sjell mishin më të mirë të delës. Aja sjell i gjuhën, u çudit. Tha shko preje një tjetër, e ma sjell mishin më të keq të saj. Përsëri sjell i gjuhën. Si kur don ta jep një mesazh se kjo është gjëja më e amël, më e mirë, më e bukura, si kur që të përdoret për mirë dhe për sëmbari. Me fjalë hym në fe. Me fjalë hym në fe, mund ta besojmë Zotin. Fjala është shtylla e parë dhe kryesore e Islamit. Fjala është qelci i Islamit, qelci i xhennetit. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Kur Ebu Talibi, xhaxha i Muhamedit alayhi salatu wassalam, u smu në shtratin e vdekjes, i shkoi profeti Muhammed afër dhe i tha: "O xhaim, shumë bre më ke ndimu, shumë më ke përkëra. A pe thubre la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, që ta kam argument me dëshmu nesër para Zotit Dhul Gjelal për ty, thuje bre qëtë fjalë." Tha: "O djali vllatim, ti je njeri mirë, ti je njeri drejt, çështja jote, mesazhi yt është i vërtet, ama unë nuk muj me shqiptu. Arsyeja se kanë me thonë me kasit, kanë me thonë në fund të jetës ish bon pak budallik, ish hup menja e Ebu Talibit. Thuje bre o xhaim, sikur që donë më na të thonë, me qëtë fjalë, me qëtë gjuhë, hynë në xhenetet e të madhit Allah Dhul Gjelal. Dietarët thojnë, idetë nuk ekzistojnë përderisa nuk janë trupëzu dhe nuk janë konkretizu në fjalë. Idetë mund të ekzistojnë, edhe mund bile shpesh edhe më na lodh në kokën tonë, por përderisa nuk konkretizohen, nuk artikulohen, nuk shkruhen, nuk thuhen, llogaritën që nuk ekzistojnë. Për këtë thëjke profeti Muhammed, Allahu Gjellëshanu ja ka fal ummetit tim bisedat e mbrendshme, shpirtërore apo intelektuale, përderisa nuk ka punuar me ta apo nuk ka folur me ta. Përderisa nuk i ka shpreh ato. Dhe krejt në fund, fjalët janë nga gjërat më të rëndësishme që kanë trashëguar brezat njëri pas tjetrit. Me fjalë kanë trashëguar brezat virtytet dhe vlerat e larta, parimet dhe normat, traditat dhe zakonet, historinë dhe civilizimit. Njerëzit me këto fjalë kanë ndërtu tull për tulle jetën e tyre. Andaj ta shiqojmë ne se si jemi duke ndërtu vetën tonë. Fjalët e Muhamedit alayhi salatu wassalam e kanë ngritur në shkallë, i kanë ngrit Muhamedi alayhi salatu wassalam fjalët në shkallën më të lartë të xhihadit. Thejke, xhihadi më i lartë është ta thuash të vërtetën edhe tek ata pushtetar zullumçar. Sa kemi nevojë për hoxhallar, për intelektual, për njerëz të vullnetit të mirë që e thojnë fjalën e vërtet në kohën e duhur, në vendet e duhura, dhe ja thojnë njerit në sy. Mos hajde më tregu mua këto, thuja ati, aty. Se zullumi nuk rritet përveç se me bekimin e disa hoxhallarëve dhe intelektualve. Populli thot, atë fjalën që e ka trashëguar nga ulemaja, nga njerëzit e ditur, populli nuk vun nga njerëzit e këqe, vun nga njerëzit e mirë, të cilët heshtin. Një pjesë e intelektualve po thojnë, nuk është koha e jonë.
e kur do të më konë kua jote? Po ti dosh me tregu vetën kësi kriza, se të hangër mesh krejt jemi të mirë, kur të bëhët mirë krejt flasin mirë, po në momente kritike dosh me ngrit zërin e arsyes. Për kësi njerës kemi nevoj, për njerës që mendojnë pe kërthinjës derit e gjojt, merev 4 tekbire, falev gjenozën, këta e ndekt. Për këtë më adhi tha një ditë Muhamedit a.s. Më këshilloj ja Rasulullah. Tha po, ja kapi profeti gjuhën. Nale që ta, kontrollohe që ta. Kontrollohe, si ta kontrolloj gjuhën? Edhe ti ki mu qëtësu, edhe familje tona kanë moratu, mirë po edhe shoqëria, dhe krejt në fund, Imam Maliku, kur erdhë në Medine, tha, takova disa njerëz që kishin disa të meta, por tha, kishin një cilësi, apo një veti shumë pozitive, me gjuhët e tyre, nuk përfletnin të metat e njerëzve, kështu që Zoti ja mbuloj edhe të metat e tyre. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin.